Si e përballon presionin emocional të rolit? Dal në skenë për të shijuar. Ma ka thënë profesor Piro i madh. Hyp njëta në skenë sepse në fillimin e kishim shumë emocione. Edhe dridheshim, ishim edhe apo ta bëra kod pyetjen se tani me kaq vite karrierë sa ke di. Sa rroj asgjë nga. Po nuk harroj asgjë. Dhe më ka thënë profesor Piro një moment kur isha zbardhur nga emocioni. Ndodhi diçka në prova që mu fshi tekstin, ndodh. S'ke spesoj të këtë aktor në botë mos i ndodhi ndonjëherë, jo, dhe unë isha shumë i ri dhe u fillohet qaja nga. Dhe erdhi profesor Piro i madh, që njifte shumë mirë aktorin si ishte dhe aktor vetë, më thani, ligje më dha mos e çaj kokën fare. Ty atje edhe bëj qef, po kënaqet ti. Ai që është atje poshtë për spektatorin, kënaqet vjetër. Nuk ishte kuptimi, ai nuk e tha në kuptimin e bëj qef tallu. Kënaqur, shijoje. Dhe ashtu është kur ti e shijon në skenë, publiku e ka shijuar 10 herë. Po sa kohë i duhet për shembull një aktori që të fillojë ta shijojë? Mos ketë atë presionin që un kam një rol edhe duhet ta bëj. Këto nuk janë formula. Ti ke aktor Landi i madh, që Landi kishte skenë buke djathtë, kishte kuzhinë e shtëpisë. E kishte kuzhinë e shtëpisë, në skena i ndjej mirë. Edhe ta përçon. Rrezik edhe kur dilte për të bërë një xhiro nuk ndjej aq mirë sa ndjej në skenë. Edhe ta përcjellaj, e kupton më një herë. Ishte shumë mirë në skenë. Ai në premier kishte emocione. Dhe unë thosha, Lando, kaq vite, kur hapet ajo goja e Luanit për perden. Sa mirë, imitoj. Për perden. Dhe kjo ishte gjë shumë e mirë. Ai me gjithat përvojë, me gjithat siguri që përmonda Landin, pashtu kanë qenë gjitha breziart. Kishte emocion. Njësoj si ditën e parë, ishte shumë e bukur. Shumë e bukur. Ti shikoj gjitha ata gigant, ata ishin shkollë. Se cili prej tyre ne mësonim. Ishin shkollë. Ti shikoj, u thaj buza, ishte shumë e bukur. Dhe ajo është pjesa më e bukur e profesionit, kur ti përpëlitesh, kur ti vuan, kur ti krijon. Në fund fare, aktori po ta thjeshtëzojmë logjikën e aktorit është një mitër. Ne lindim qenie njerëzore. I marrim të vdekur nga letra, e zeza mbi bar, sperma, në kuptimin artistik të fjalës, dhe i japim tecur, i japim nerva, i japim kocka, i japim mënyrë të folur, i japim energji e tjerë. Pra lindim krijesa, të cilat lindin në orën 7 kur hapet perdja dhe vdesin 10:30 kur mbyllet perda për të zgjuar dhe për të rikrijuar prapë të nesërmen. Ky është një cikël shumë i bukur, por është god damn hard, thonë amerikanë. Që më lër ta kuptoj. Shumë e vështirë. Më lër ta kuptoj. I madhi profesori yt të tha që dile dhe bëj qef. Kënaqu. Shijoje, ta themi të shijoje. Ai bëj qef. Me Piro, në Po. Boj qef, ai kishte kënaqur, shijoje. Tani. Dhe aty nga ai moment ajo më bë moto pastaj. Ajo më çliroi për momentin se nganjëherë ata ishin mjeshtra shumë mëdhej, ata të fusnin prasin kuptimin. Papaptite të thoshte dy llafe që ti, dili atë. Unë jam më i fortë, jam më i miri, po. Sepse ai dinte të gjente mekanizmat. Se ishte pedagog dhe regjisor i madh. Po unë e bëra moto pastaj. Cili dil dhe kënaqu, shijoje. Cili është raporti yt me tekstin, se dua ta kuptoj këtë të shijuarin. Se ti më the që harrove tekstin, u zbardhe se iku blackout. Po raporti yt me tekstin. Raporti yt. Profesionistë është pikërisht edhe kjo, dish dalesh nga situatë. Për shembull, një nga elementet më të bukur të profesionit tonë që unë adhuroj është përshtatja. Ne quajmë përshtatje. Improvizimi kështu, apo që e themi ne kështu, profanët, Improvizim. Është një nga elementet më të bukur, sepse krijon ndonjëherë magjin skena improvizimi ose përshtatja. Teatri është i bukur dhe për defektet që ndodhin aty. Është i bukur, dil nga situata valla. S'u prit ta them edhe herë. Ne tregosh një situatë në Ritan që ke dalë, s'u bën re fare. Ka plot. Po një që e mban më ndoshta që të ka ngel në mendje. Ose që kur e kujton që është më të madhe. Për shembull, ajo un po tregoj një gjë shumë të bukur, prap me Landin e ndjer. Ka qenë i mrekullueshëm, ka marrë shumë madhe për të. Në Indi i jepnim shfaqje. Në Indi, në Delhi. Në New Delhi, se Delhi ishte Rajkapuri. I jepnim shfaqje në një vërtet ghetto. Edhe jepnim shfaqje. Një moment kishim një mizanscene unë me Landin që shkonim gati në fondal dhe unë thrisja Figaron. Nga Dasma e Figaros. Dasma e Figaros. Dhe duhet vinte Elidoni përballë që ishte Figaro. Domethënë, ne vinim dhe përballë na vinte Elidoni aty. Mi teatri i ri,
Dhe nuk e di pse, që Elidoni gjerman në punë, shumë i përpikt, atë moment nuk u gjend aty. Se si duket gatroj kulisat, edhe kur jeni një teatr tjetër, edhe ngelëm, dhe unë tash fillova duke bërë tekst nga vetja, që ta mbushja, sa të vinte. Edhe do, ku është njëri nga shërbëtorë, të më thrasë, fillova të fut batutat të tillë. Ta mbushje kohën, po. Stjepja kohë që të futej. Kur landi Rahmetos. E mo thua i ati të vitha, shqip. Dhe unë hiç mendja që ishim në Indi, dhe them në zë. Landi çfarë bën? E mos janë indian pas di shqiptar. E imitoni qanë me theksin e Korçës. Po pse po mbahej? Dhe çka kthjellësi e kishte ai njeriu se pata të thellësi. U thash Landi çfarë bën? E mos janë indian, dha ku di shqiptar. Po pse ju në çfarë gjuhë po? Në shqip. Jo, në çfarë gjuhë? Në shqip. Në shqip. Po në shqip. Por ke simultane që. Ishte me ato. Janë titra. Por zakonisht pjesët klasike nuk bëhen me simultane, se tash Shakespeare e njeh gjithë bota. Ai mund mos kuptoj llaf për llaf, po e di për çfarë po flet personazhi, se njeh Hamletin, çfarë thot Hamleti, Gertrudën, Claudin etj. Pra klasikët që janë të njohur në gjithë botën vijnë gjithmonë simultanet, domethënë ato titrat. Por për klasikët nuk është se ka nevojë. Për shembull kam parë edhe Hamlet japonisht, shumë shfaqje e mirë dhe s'kisha nevojë fare sepse dija tekstin. Hamlet japonisht është rani Akira Kurosawës. Jo, Kurosawa, ai ka realizuar filmin e Shinga më të mëdhtë e botës. E ka ekranizuar. Po. Ka qenë një nga realizorët më të mëdhenj filmin në historinë e njerëzimit Akira, Jashtëzakonshëm, i madh. Jashtëzakonshëm. Po edhe kjo historia ishte jashtëzakonshme. Pasi u tregova shumë e papërmbajtur në të qeshura, po më qeshej. Ka plot. Ka teatri i bukur edhe për këtë, është magji edhe për këto. Vdes çdo natë në orën 9 dhe ringjallesh prapë në orën 7 kur hapet perdja. Dhe ringjallesh prapë. Edhe vdes dhe ringjallesh prapë të nesërmen. Është shumë proces. Asnjëherë njësoj kam përshtypjen. Asnjëherë, do ka aktorë që janë mekanik. Quhen aktorë mekanik që janë për natë njësoj. Një aktor i mirë gjithmonë lëviz. Dhe është momenti neritan që meqense po flasim për aktorë të mëdhenj të bëjmë një homazh për ata të cilët të mëdhenj të skenës edhe të kinemas që sot nuk jetojnë më gjatë këtij viti, kanë ndruar jetë shumë të mëdhenj. Edhe vjet po kështu. Patjetër, Enver Petrovci ishte i fundit që u nda nga kjo botë. Baca Enveri thoshte unë. I madhi Dimitër Anagnosti, zonja e madhe Margarita Xhepa, Piero Milkani, regjisor i madh, të gjithë janë të mëdhenj, të gjithë janë të mëdhenj. Naun Shundi, dhe Nauni ishte një mrekulli, fisnikërin e vet, me qetësinë, filozofinë e vet heshtur ishte. Shiko, kanë qenë të mrekullueshëm. Jo, ata janë akoma të mrekullueshëm, sepse kur hikin ata fizikisht, po veprat e tyre mbeten kujtimet, mbeten ajo që ka bërë. Kjo është magjia e profesionit tonë. Që un po të bëj një pyetje. Kush ka qenë ministri e kulturës e fundit e diktaturës Hoxha? Se di fare. Po Kadri Roshin dhe Violeta Manushin ja dini çdo film. Apo jo? Po. Prandaj ata nuk hikin, ata largohen. Për mendimin tim, po nuk hikin. Nuk zhduken. Jo. Largohen. Janë të përjetësuar në veprat e tyre. Po sepse janë në veprat e tyre, unë do i shoh prapë. Edhe kur ti e mund në prag të vdekjes do i shoh. Edhe do më kujtojnë, jo vetëm puna që kanë bërë, po do më kujtojnë edhe shakat, po pse jo dhe lodhja, po pse jo dhe debatet e forta, se shumë i bukur, kemi dhe debate, që është pjesë e bukur e punës dhe ajo. Ty të kujtojnë udhëtimet, turnerat, gallata, qyfyrja, po dhe lodhja, po dhe stresi. Dhe ato janë shumë të bukura. Më kujtohet që ke treguar një histori në një studi tjetër me të madhin Kadri Roshi kur ishit student. Kur e vepër fare. Për ulësia e të njeriu, do më ne ishim vit parë. Sa ishim full Kalamaj. O s'dini mas gjeshim bryla komplet. Bryla tash sa mund të marrësh vesh në vit parë. Por sigurisht ne kishim marrë me mendim të rrëzonim regjimin me artin tonë të madh. Fëmijë. Pretendonim të rrëzonim sistemin komunist ne me artin tonë të madh, ku sistemi të shtyptë si mor, po çfarë rëndësi ka kjo? Po aq naiv ishim në këtë sens e kish. Dhe kishim një lëndë quaj hospitim, quaj. Ishte praktik mësimore, ishte me mungesa. Dhe ne shikonim nga afër si punoi 10 ditë në teatr, 10 ditë televizion, 10 ditë në kinostudio.
Pra shkonim dhe shikonim si punoj konkretisht. Pra shikonim punën konkretisht, përveç punës që bënim shkollë, teorisë dhe praktikës, ne shikonim si punoj në terren. Dhe kishte profesori im kryesor, i Taço Pecani, vinte dhe Elpra dhe Rush të Figueiredos me kadriun e madh. Dhe ne ishim mbrapa profesorit. Profesori ishte tavolina e revizorit, provën me sallës, dhe ishim mbrapa dhe shikonim si punonte, si punoj me dritat, si punoj me shikonim konkretisht punën. Mbaronte kadriu i madh, i jepte vërejtje dhe shikonim ne tani i bënim vërejtje kadriut. Juve. Do më bryla, njëri me debil se tjetri. Edhe ai ishte i lodhur nga prova dhe prap një përullësi e frikshme. Unë nuk e di që kam thënë se mbaj mend që ai thonë se ishim 2-3 që përpiqeshim tregonim që ne shikose. Ne dim, ne jemi, ne na, foli murit dhe ai më edhe masita se prova që në fund fare ishte mit që atëherë. Nuk thoshte, po, e di si shpuna çuna miru pafshim. Jo fare. Një përullësi rinë po i voglim, thë mua, pale qa idiotizmi i kam thënë. Dhe i mund të ketë menduar dhe me drejt qari, që shkjo mo, djallë. Por a ishte shumë i përullur, më dëgjonte me vëmendje, një çunak 19 vjeç, që i tregonte ai kishte 39 vjet në skenë, unë isha 19 vjeç. Dhe prapë me një përullësi, ishte shumë të thjeshtë, dhe kjo i bënte akoma më të mëdhenj. Nuk e ndjenin veten vipa, dhe kjo i bënte akoma më të mëdhenj. Uleshin gjumë i qytetarin dhe besonin. Bisedonin, kjo i bënte akoma më të mëdhenj. Bisedonin dhe me atë që i ndalon të në rrugë, dhe kjo i bënte akoma më të mëdhenj. Nuk janë si këta influenci, këta vipat sot që unë t'i kthej për i pëturoj ditëlindjen me au. Do në që s'kan as edukatën t'i kthejnë një fansi që i euron për ditëlindjen, s'kan as minimumin e edukatës ta respektojnë për ato pak sekonda që ai ndau nga jeta e tij për të turuar ty. E ke për detyrim ti thua pak të falenderit, ja se unë jam vepën sa merrem. Ja ty që je prej ti. Unë nuk e, po çrën si ka, e lëm këta në problematike. Je kafsh. Ti i pa edukati, që tjetri të uron ditëlindjen, ti s'ka të bëj as me. Kurse ata ishin njerëz, nuk mbanin vetëm për vip. Që kur kalon të Bujo Lako me Timo Flokon në bulevard bëj grop, ose kur kalon të Kadarea, ose kur kalon të Kopmima, ose kur kalon të Sander Prosi. Gjithë Tirana kokën, ishin vërtet vipa në kuptimin populli i donte, po s'kishin ta ngërllike me nder bordhi, jo. Ashtu, dur në qepa, tu pini cigare, esin bëni gjiro në bulevard, njerëzish, mu fliste njëri, u fliste tjetri, shumë thjesht. Kurse tani bëhen vipa përpara se të bëhen artista. Pra raporti ka ndryshuar. Është përmbysur. Është komplet totalisht i përmbysur. Dhe për keq. Do të thënë bëu një artist. Pastaj. Se vipliku nuk të sjell gjë. Po më të vjen mirë kur njerëzit të miklohet, ai ka dosh xhani, ai ka dosh shpirti, kur të pëlqejnë thon faleminderit, më pëlqen tjerë. Por në fund fare nuk është ajo për cilën ti je skenë. Po më të pëlqen fakti që njerëzit të duan, po më shumë e bukur që njerëzit të duan dhe vlerësojnë atë që bën ti, po patjetër. Por nuk është ajo që ta bën jetën. Aq më tepër nuk duhet jetë ajo që të rrisi mendjen. Se nëse ti humbet punë, humbet marrëdhënie me toksoren, me njeriu, me qytetarin, me tokën, me atë të përditshme që ndodh, atëherë ti je shkput nga realiteti, atëherë kujt do realiteti do i flasësh. Se artisti i fletë një realiteti konkret. Neritan, fakti që ne e kemi shumë gjërësisht, po them, të përhapur këtë simptom. Tek politikanët, tek artistët, tek personat të tjerë të profesioneve të ndryshme, dhe të njerëzit që s'kan një profesion, po janë bërë thjesht të famshëm. Qa tregon kjo për ne si shoqëri? Nuk është vetëm fenomen shqiptar kjo. Është global. Është global edhe jashtë. Qa tregon kjo? Edhe jashtë, vetë rria e me 800 bodyguard sikur do e vrasi pas të vret më njëri të shikotësh. Është bjerrje e është vlerave, qa është kjo? Jo, është mungesë personaliteti. Është depersonalizim, kur njeriu është i depersonalizuar, e ka personalitetin kaq të vogël, përpiqet ta gjejë atë nëpërmjet këtyre formave. Fama. Edhe ti japi rëndësi vetes. Të luaj të famshmin, të luaj që janë të shëmtuara, më janë banale, nuk janë as pak të bukura. Është një film me kush të kërcënon ty mbaj bodyguardun që ti dukem atë që ky është personi, po kush të kërcënon ty atë është plaft.
Është një film ku luan ku luan Jason Statham. Titulli i filmit nuk po më vjen, po nuk e harroj dot, edhe për një monolog të këtij Jason Stathamit 2006, s'është po të kujtuar më thuaj, Approval Junkies. Njerëz të varur si nga droga, nga aprovimi. Patjetër. Approval Junkies. Shiko, ti shef sot në rrjetet sociale shumë njerëz të vetmuar. Janë të vetmuar, por nuk e dinë. Qedhin Instagram, ku i kanë bo pushimet, qarë pjate po hanë, shef vajza me buzë, dhe ti kupton, pse jeni kaq të vetmuar? Sa është vetmi? Ajo është vetmi. Në momentin kur ti ndan çdo intimitet tëndin, me dikë që as të njeh, kjo tregon se sa i vetmuar je. Në fakt po. Rrjedhin çdo gjë. Dhe kjo tregon se sa sa i depersonalizuar je. Përpiqet të shesësh diçka që të fitosh nga dikush një që as nuk e njeh, as nuk e di kush është. Harxhon orë të tëra për të nxjerrë shalën e bukur, se ç'kan këtë maninë që i nxjerrin aparatit me nderen, tamam sigur po tregojnë mallin. Këto sa pasme të bukura ka. Dhe ti harxhon 4 orë nga jeta jote për të thirrë fotografin, për të bërë atë që ti nxjerrësh në Instagram, për të numëruar like. A kupton ti? Që ato 4 orë merr më bëj një shëtitje në kodra mos e të bën mirë. Një është pak edhe produkti kohës, që edhe ka fitime nga kjo është kthyer në punë tani. Për pjesën ka nisur me ato tendencën, më bëj një like, më bëj një koment, më rriten. Ma tani të njerëzit po kthehen në të rëndësishëm për botën e biznesit. Ore, sa do vazhdoj kjo gjë? Do ketë një fund që shkurtër. Nuk besoj që është përgjatë. Nuk është mënyrë se ti nuk prodhon asgjë, fiton lek, po ti vetë nuk prodhon gjë. Që të prodhosh diçka të mirë, jo më jo. S'prodhon gjë më. Faktikisht ti nuk prodhon asgjë. Del aty prej influencerave, lën nam, fillon bëhesh objekt para gjykimit dhe gjykimi që njeriu e ka kështu, sidomos shqiptar, jo ka frybuzet, jo s'ka frybuzet. More like dhe klikime, more dhe 10 lek, 1 milion març sa dush. Po çfarë prodhove? Sa e plotsove ti veten tënde? Sa e rritet ti veten tënde? Asgjë. Pra, thjesht bëret sa lek më shumë dhe nuk plotsove asgjë nga ajo çka vërtet ty ta bën jetën, që janë këto dhe këto. Mbase se kanë kuptuar akoma? S'kan për ta kuptuar. Unë thash pak më përpara, pranga më moderne e njeriu sot është të qenë i suksesshëm. Duhet të jesh patjetër i suksesshëm dhe për të qenë gjithmonë i suksesshëm, ti harron parimet themelore njerëzore. Duhet të jesh patjetër i suksesshëm. Po pse duhet të jesh patjetër i suksesshëm? Domethënë nuk na lejohet që të mos jemi të suksesshëm. Ashtu. Pse? Ku shkruajt kjo? Njeriu më tepër mëson nga gabimet. Jo, i suksesshëm. Absolutisht dakord. I suksesshëm. Shef Lalierin në Rafmet Past në Burg tani. Super sukses. Ta i të jepte nga 10 lajme në ditë super suksese. Dhe ti thoshte 10 në ditë. Në një muaj 300 super suksese, po pse jemi kështu cop-copne? Në muaj ai na jepte 300 super suksese neve. Po pse jemi cop-copne? Ku e kem Burg? Unë gjithë rritet një falsitet, një gënjeshtër, një mashtrim që në fund fare s'të shërben për asgjë, se shkon atje në Burg edhe të rrof ty VIP-in që e mështes që thu pun bëri, pun baruari, të kishte një 3 si ky shqyr që ishte vetëm ky, se të ishin 3 do na kishin lënë pa brek dhe nuk kanë turp tani të kërkojnë as falje publike, që kanë mbështetur një kriminal. Sepse është kriminal. Është një kriminal ordiner. Dhe nuk dalin tani të kërkojnë falje. Thonë, na falni, është prezumimi i pafajësisë. Jo mo. Qartë. Po gjithë ato para me paret e pensionit mamit e? Të paktën tani nëse ke i fije moral si artist dil kërko falje. Thoj, kërkoj ndjes, unë kam mbështetur një njeri që ka thyer ligjin, ka vjedhur popullin, dhe unë kërkoj ndjes. Nëse ke një fije moral.
Por se duket s'ka për të ndodhur kjo. Absolutisht, se për shqiptarin që kemi të keqet madhe, ne sidomos ta vipet e kanë. Kur mos thuaj më fal dhe kur mos thuaj më fal edhe si më të mos më fal, po falja të kërkuarit falurit është akt hyjnor. Dhe të falurit është akt hyjnor. Perëndit falin, perandorët falin. Jo, nuk fal. Mos kërkoj asnjëherë të falur. Mos gaboj asnjëherë, gabon si lop dhe kur gabon shko kërko të falur, thoj ej vëllezër, kështu e menova për atë moment, kërkoj ndjes. Sa të fisni korona ajo. Edhe tjetri të shefi si thot, prit një, se ky tipi këtu nuk që ka beton, pas ka një akt të reflektimi brenda vetes, përderisa po kërkon falje.